Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati 2 fishi i vitit që po përfundon. Finalizojmë brenda këtij viti edhe bankën tonë të zhvillimit. Shqipëria do të ketë më në fund bankën e zhvillimit, e cila do të jetë edhe ajo një tjetër instrument për të mbështetur projektet e sipërmarrjes shqiptare, për të mbështetur edhe projektet tuaja. Në ndërkohë që po rivëm në lëvizje prap në favorin tuaj për të mbështetur projektet tuaja, për të mbështetur sipërmarrjet tuaja edhe agrokreditin, pushteti vendor, bashkitë tona duhet të ngrihen në lartësinë e kësaj sfide. Bashkitë tona duhet të ngrihen në lartësinë e nevojës suaj për partneritet, e nevojës suaj për financë, e nevojës tuaj për mbështetje institucionale dhe për mbështetje me dije, e nevojës tuaj për të mos qenë vetëm në këtë përpjekje dhe për ta hedhur çdo hap me një partner të sigurt. Dhe bashkitë e kanë mundësinë të bëhen partner i sigurt i fshatit, i fermës, i fermerëve dhe i bashkimeve të tyre. Nuk ka nevojë që juve të prisni të vi dikush për të ndërtuar një infrastrukturë grumbullimi, për të ndërtuar një infrastrukturë përpunimi, që patjetër do t'i shtonte vlerën asaj që ju prodhoni dhe mblidhni në fermë. Ju mund ta bëni këtë vetë. Ju mund ta bëni këtë duke u bashkuar me njëri tjetrin dhe duke u bashkuar me pushtetin vendor. Dhe i takon bashkisë të vi tek ju dhe t'ju ofrojë këtë mbështetje. Kryetarët e bashkive pas reformës administrative territoriale janë kujdestar të barazlarguar dhe të barazvlefshëm qoftë të qytetit, qoftë të fshatit. Por ende sot, në shumicën e rasteve, ata fshatin e shohin vetëm për të bërë punët komunale të qytetit. Një rrugë më shumë, një kanal më shumë, ndriçim më shumë, pastrim më shumë, ndërkohë që të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, po më e rëndësishmja tek fshati është toka që prodhon dhe janë ata që janë te toka. Kemi ikur nga faza e mbijetesës. Kemi ikur nga koha kur të gjithë turreshin në për rrugë për të shitur prodhimin e tyre me çanta e për ta shitur në tezga të ndërtuara buzë rrugëve kombëtare. Dhe nuk ka qenë në shekullin kaluar, ka qenë kur ne morëm detyrën. Kemi ikur nga koha kur pikat e grumbullimit numëroheshin me gishtat e dorës. Kemi ikur nga koha kur bujësia funksiononte me lëmosha elektorale. Dhe kemi ikur nga koha kur ata që punonin heroikisht dhe që prodhonin dhe që ndërtonin duke investuar pikën e fundit djersës ishin komplet braktisur. Sot jemi në një kohë tjetër.